Mos harxhoni më para, përzjeni mjaltë me kanellë dhe shëroheni nga këto sëmundje. Për shekuj me radhë, njerëzit kanë përdorur në mënyrë natyrale edhe receta të ndryshme për të trajtuar komplikacionet. E ashtu quajtura mjekësia alternative ofron shumë zgjidhje që rezultojnë në shumë të suksesshme në trajtimet e lehta. Mjalti dhe kanella janë ndër produktet që kur bashkohen së bashku i sjellin dobi të pafundme organizmit të njeriut dhe trajtojnë disa komplikacione. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i kombinimit të mjaltit me kanellën. Shtimi i mjaltit me kanellë në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë parandalues gjithashtu edhe kundër luhatjeve dhe alergjive. Mjalti dhe kanella do të forcojnë sistemin tuaj imun. Mjafton të konsumoni një gotë të ngrohtë të çdo mëngjes me mjalt dhe kanellë. Kështu do të parandaloni alergjitë e stinës dhe do të nxisni të keni një organizëm më të fortë. Mjalti me kanellë është një mundësi shumë e mirë e trupit edhe kundër ftohjes. Mjalti dhe kanella kanë veti të mira antibakteriale dhe antivirale. Kombinimi i këtyre dy produkteve do të qetësojë simptomat tuaja të ftohjes, do të lehtësojë dhimbjet e fytit dhe do të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër kollës. Mjalti me kanellë do të pengojë shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Kanella do të ndihmojë në rritjen e fleksibilitetit të fuqisë së organizmit. Do të mbajë larg komplikacionet e tij dhe do të nxjisë të keni një shëndet më të mirë. Shtimi i këtij kombinimi në recetat tuaja ditore mund të përkthehet sipas ekspertëve si një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Mjalti me kanellë është një mburojë shumë e mirë edhe kundër problemeve të artritit. Mjalti dhe kanella janë të pasura me nivele shumë të larta të kaliumit dhe elemente të tjerë të quajtur, të cilët trajtojnë edhe problemet e inflamacionit. Mjafton të përzjeni 2 lugë gjedhe mjalt, 1 lugë kanellë plur edhe të aplikoni këtë përzierje në zonat e prekura nga artriti, duke e ndihmuar që të relaksohet në momentet më të vështira dhe t'i vinë në ndihmë situatave tuaja emergjente. Përveç masazhimit, ju mund ta konsumoni atë çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje për rezultate më të shpejta dhe efektive për shëndetin tuaj. Ndaj, përdorimet të tilla jo vetëm që do të nxisin një organizëm më të shëndetshëm, por edhe do të mbrojnë më mirë imunitetin tuaj. Mjalti nuk është vetëm një ilaç klasik i gjyshes për kollën dhe dhimbjet e fytit, por një recetë e vërtetë për shëndetin në luftën kundër një sër inflamacionesh. Shumë studime kanë kalkuruar dhe kanë treguar se mjalti mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për organizmin tuaj, dhe si i tillë mund të japë rezultate të mira për shëndetin e përgjithshëm dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Studimi i ri i publikuar në vitin 2022 nga Universiteti i Torontos vlerësoi efektin e mjaltit edhe në faktorët e riskut të sëmundjeve kardiovaskulare dhe ato të diabetit. Autorët e studimit zbuluan se konsumi i këtij ushqimi do të lidhet me uljen e niveleve të sheqerit në trup, si dhe uljen e niveleve të kolesterolit total, që lidhen gjithashtu me nivelin e sheqerit në gjak, si dhe nivele të ulta të kolesterolit, triglicerideve dhe biomarkerëve të tjerë të inflamacionit, të cilët mund të ulin edhe shanset për goditje në tru dhe diabet. Këto rezultate mund të jenë befasuese duke pasur parasysh se nektari i bletës është rreth 80% sheqer. Studimi kryesor në ekipin e studiuesve citoi se mjalti është një përbërës kompleks i sheqernave të zakonshëm dhe të rrallë, proteinave, acideve organike dhe komponentëve të tjerë bioaktiv që kanë shumë përfitime shëndetësore se sa ne i kuptojmë, citoi Tause Kan. Përdorimi i këtij ushqimi në dietën tuaj ditore mund të sjellë një sër përparësimesh të mira të organizmit, ndaj edhe mund të nxjisë të keni një organizëm të shëndetshëm dhe më të fortë. Mjalti, vlerat e tij në shëndet janë provuar edhe shkencërisht. Ai njihet gjithashtu si ari i lëngshëm dhe si i tillë mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë
parandalues kundër inflamacioneve dhe do të nxjisë të keni një shëndet më të mirë. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efikase dhe të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat që vijnë nga mjalti është konsumi i tij përpara gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë një zëri se një ngrënia e një lug mjalt çdo mëngjes. Do të lidhet gjithashtu me përfitime të mira për shëndetin dhe do të evitojë komplikacionet e tij. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore sipas ekspertëve të Healthline do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve dhe do të nxjisë të keni një shëndet më të mirë. Mjaltin mund ta tresni në çaj kamomili ose në qumësht të ngrohtë. Por cilat janë vlerat kryesore që do të merrni nëse shtoni mjaltin në rutinën tuaj ditore? Mjalti do ju ndihmojë për të rënë nga pesha. Nëse konsumohet në mënyrë të mirë në mbrëmje, mjalti mund të ndihmojë shumë në djegjen e yndyrnave dhe në përmirësimin e funksioneve më të mira të mëlçisë. Duke e pirë atë vazhdimisht në dietat tuaja, do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre shqetësimeve, duke parandaluar kështu shtimin në peshë dhe duke ulur nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lug çaji mjalt përpara gjumit frenon urinë gjatë natës. Kësaj mjalti do ju ndihmojë që të humbisni peshë teksa jeni në gjumë. Shtimi i mjaltit në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit edhe për një gjumë më të mirë në mbrëmje, duke evituar kështu edhe komplikacionet që sjell pagjumësia. Mjalti përmirëson cilësinë tuaj të gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç mund të jenë tensioni i lartë i gjakut, diabeti tipit 2, artriti, ishemia, sëmundjet e zemrës. Nëse konsumoni çdo ditë të paktën një lug mjalt përpara gjumit, ai do të rrisë nivelin e insulinës e cila ndihmon në çlirimin e hormonit triptofan. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të lidhet gjithashtu edhe me një rritje të serotoninës, hormonit të lumturisë, kënaqësisë dhe gëzimit si dhe melatoninës, hormonit të një gjumi më të qetë dhe më të mirë në mbrëmje. Ndaj shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të jetë mënyra më e mirë për të nisur ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet e njëpasnjëshme. Mjalti do të ulë riskun që të vuani nga luhatjet e papritura të sheqerit në trup. Një lug çaji mjalt do të ulë nivelin e glukozës për një kohë të shkurtër. Mjaltin mund ta kombinoni gjithashtu me pak kanellë dhe të mbroni më mirë shëndetin tuaj. Sigurisht, konsumi i mjaltit natyral në përditshmërinë e dietës suaj do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë edhe në parandalimin e problemeve të alergjisë. Mjalti lufton alergjinë, forcon imunitetin. Kjo aftësi do të atribuohet mjaltit edhe për shkak të elementeve që ai i përmban. Mjafton një lug çaj mjalt çdo ditë dhe do të shmangni alergjinë e shkaktuar nga poleni. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë gjithashtu edhe në një nxitje të mirë të imunitetit. Antioksidantët që gjenden te mjalti parandalojnë sëmundjet e zemrës, forcojnë imunitetin. Nëse konsumoni një lug çaj mjalt çdo mbrëmje, do të jeni plot me energji, do të forconi rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu do të mbani larg infeksionet e organizmit. Kombinimi i këtij produkti fantastik në recetat tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve ditore. Mjalti është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe megjithatë konsumi i tij brenda normës së rekomanduar mund të jetë gjëra më e çmuar që mund t'i ofroni shëndetit edhe për të mbajtur larg komplikacionet. Mjalti është konsideruar si një nga dhuratat e mrekullueshme të natyrës, që mund të sjellë një përparësi të mirë për shëndetin dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e mjaltit në përditshmërinë tuaj, sigurohuni që ta konsumoni atë sa më cilësor, për të evituar kështu gabimet në përdorim dhe për të nxitur një shëndet më të mirë çdo mbrëmje. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.